Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku që ditë botën, hani një thelpi hudhër në mëngjes dhe shikoni çfarë do ndodh brenda 15 minutash. E dini se nëse konsumimi një thelpi hudhre në ditë në mëngjes me stomakun bosh, mund të bëjë mrekulli në trupin tuaj. Hudhra përbëhet nga substanca azotike, sodium, kalium, selen dhe gjithashtu kalcium, magnez, acid sulfurik dhe fosforik, vitamina C, D, B dhe njëkohësisht vajra të domosdoshme. Ajo përmban më shumë se 400 përbërës mineral të ndryshëm, duke përfshirë këtu edhe antioksidues të cilët gëzojnë një sër vetish pozitive terapeutike. Hudhra është një antibiotik natyral që shkatëron një numër të madh bakteresh. Për këtë arsye përdoret shumë në mjekësinë popullore për shërimin e disa sëmundjeve. Por, a keni dëgjuar ndonjëherë se njerëzit e përdorin atë edhe si karamele? Ky leksion i mençur na vjen nga mjekësia e lashtë kineze, të cilët e mbajnë hudhrën në gojën e tyre për 15 minuta, por pa e përtypur. Kjo praktikë rekomandohet që të përdoret zakonisht në mëngjes. Në këtë mënyrë, ushqyesit e shëndetshëm të cilët gjenden në hudhër hyjnë në organizëm përmes përshtypjes tuaj dhe pastrojnë enët e gjakut. Kjo karamele e veçantë ka shumë përfitime shëndetësore pasi kontrollon oreksin, ka veprim parandalues kundër bronkitit dhe ndihmon të mbroheni nga infeksionet e laringitit, infeksionet orale e të tjerë. Provojeni dhe do të na jepni të drejtë. Nëse shqetësoheni për erën e keqe, ju mund ta neutralizoni duke përtypur një kokër kafeje, duke ngrënë një kokër moll dhe pak majdanoz. Ne themi se hudhra është antibiotiku më i fuqishëm natyror, por çfarë do të thotë kjo? Hudhra përmban alicin e cila çlirohet kur konsumohet. Alicina vret lloje të ndryshme bakteresh, ka efekt antiseptik, pengon në riprodhimin e mikroorganizmave, por edhe shkatërohet në temperatura të larta, çka do të thotë se është më e shëndetshme të konsumohet. Hudhra e freskët dhe pa e trajtuar termikisht. Ja çfarë i ndodh trupit ton nëse ham hudhër çdo ditë. Këtu ne do t'ju tregojmë të gjitha benefitet që i ndodhin trupit ton nëse ham hudhër çdo ditë. Mbron sistemin kardiovaskular. Një thelpi hudhër në ditë ndihmon në forcimin e enëve të gjakut, stimulon qarkullimin e gjakut dhe ul përqendrimin e kolesterolit në trup. Sipas kërkimeve shkencore, hudhra ul nivelin e sheqerit në gjak me rreth 25%. Forcon imunitetin, normalizon radikalet e lira dhe toksinat të cilat dëmtojnë organizmin, stimulon prodhimin e lëngut gastrik, rregullon funksionimin e pankreasit dhe përmirëson oreksin, lufton me sukses parazitët dhe gjithashtu mund të ngadalsojë procesin e depozitimit të kriprave, rikthen kërcin dhe indet e kyçeve dhe gjithashtu shërben si parandalimi i osteoporozës. Është jashtëzakonisht i pasur me antioksidant, flavonoide dhe njëkohësisht vitamina të grupit B dhe acide të cilat janë në gjendje të rigjenerojnë lëkurën, t'i japin asaj elasticitet dhe të luftojnë shfaqjen e akneve dhe rrudhave. Nutricionistët besojnë se futja e hudhrës në dietë shkakton humbjen e peshës së tepërt. Shumë njerëz e duan hudhrën pavarësisht aromës së saj. Ajo nuk është vetëm një shtesë e shijshme për pothuajse çdo vakt, por gjithashtu është e rëndësishme për mirëqenien tuaj.
Këtu ne do t'ju tregojmë të gjitha arsyet se përse duhet të hani hudhra. Mban në dhëmbët e shëndetshëm. Hulumtimet kanë treguar se hudhra është një trajtim alternativ për inflamacionin e mishrave të dhëmbëve. Hudhra ka veti antibakteriale, antivirale dhe antikërpudhore. Veti antiplakje. Sipas hulumtimeve, hudhrat janë efektive kundër plakjes. Ne rritemi dhe bëhemi të moshuar sepse trupat tanë shndërrojnë ushqimin në oksigjen dhe në energji. Sidoqoftë, ndonjëherë trupi ynë do të jetë paksa entuziast me këtë proces dhe do të shkatërrojë qelizat e tjera në proces. Nga ana tjetër, lëkura jonë bëhet më e butë dhe truri ynë bëhet më i ngadalt. Kjo është pasojë e stresit oksidativ. Në këtë raste, hudhra mund të jetë një shtesë e dobishme në dietën tuaj. Era e saj bën që trupi të rrisë prodhimin e substancave në gjak që shkojnë kundër oksidimit të tepër entuziast të qelizave në trupin tuaj. Këto substanca zakonisht njihen si antioksidues. Në këtë mënyrë, hudhra ndikon në ngadalësimin e shenjave fizike të plakjes. Hudhra ju bën edhe më tërheqës. Kjo mund të jetë në kundërshtim me instiktet tuaja, por është e vërtet. Sigurisht të gjithë e dim efektin që hudhra ka në erën e frymëmarrjes tonë, por a e dini se aroma e trupit ndikohet edhe nga perimet? Kërkimet nga viti 2016 kanë treguar që ndikimi i hudhrës në erën tuaj trupore në të vërtetë është kryesisht një ndikim pozitiv. Pjesëmarrësit në një test të nuhatjes përshkruan aromat e njerëzve që kishin ngrënë pak hudhër si më pak intensive dhe më tërheqëse. Kjo mund të jetë për shkak të vetive antimikrobike të hudhrës. Bakteret të cilat shkaktojnë erën e keqe të djersës zvogëlohen kur ju hani hudhra. Jini të vetëdijshëm, kjo funksionon më mirë kur hani hudhër një ditë para takimit tuaj. Hudhra e freskët forcon sistemin tuaj imunitar. Fakti që hudhra mund të kontribojë në shëndetin tonë është e ditur prej shumë kohësh. Hudhra ka qenë e njohur për shekuj me radhë që ka veti të cilat veprojnë kundër baktereve, viruseve dhe kërpudhave. Për forcimin e imunitetit duhet të hani hudhrën të papërpunuar. Kur prisni ose shtypni hudhrën, ajo çliron alicin. Kjo substancë ka shumë përfitime për shëndetin tuaj, por me gatimin e saj ju do të humbisni shumicën dërmuese të alicinës. Hudhra ul presionin e lartë të gjakut. Hudhra është një nga produktet të cilat ulin presionin e lartë të gjakut. Studime të shumta njëkohësisht kanë treguar se marrja ditore e hudhrës do të ketë efekte afatgjata në uljen e kolesterolit. Sigurisht në qoftë se ju keni të bëni me ndonjë sëmundje kardiovaskulare ose rritje të nivelit të kolesterolit, duhet që gjithmonë të merrni këshillën e një specialisti mjekësor. Hudhra mund të ndikojë në rezultatin në tërësi, por nuk ju shëron. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Faleminderit. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.